Po bërë si qishra. Tashi, më të gjokë tu. Deri, ama një gjë tashi e burë. Ne, po dash më njëri. Po se thash për qesh, e din ata, që them unë. Do t'i gjosh apo mos din nga thelbi o burë. Tashi, në momentin që s'ka lider, se s'ka lider. Po, janë të gjithë lider. Një sekund më burë. Po. Në momentin që s'ka lider, unë mendoj, bëj qatë dush, që do vendosi me shumicë, se për çdo gjë që ti do më thush mundem, se bëj. Po si vendosi shumicën? Po jemi gjithë bashkë po. Një në dush, një në. Po jo më vasi shumica. Mblidhemi të gjithë bashkë, mblidhemi të gjithë bashkë. Po pri pas të kemi edhe punë tjera. Po ka edhe punë tjera gjithë secili tash. Si ka punë tjera? Si, hajde mit, hajde tani. Po kjo është puna pra. Hajde tani unë do ikit la. Kjo është starti more që pastaj fillon shpërndajnë gjithë punën. Të ka dhënë punë aty të rap, po ajo kurse s'ka ndaj gjë. Shiko. Ç'është e vërteta, kur ndahen punët, duhet të jenë të gjithë bashkë. Edhe të vendosin të gjithë në kolektiv, sa që janë aty. Tani, se miri ka një kunj, ka një inat që në nata e Prime-it, që ndau krevatit Kristi, që i dha një avantazh paraprak le të themi vllai madh, dhe vendosi të ndante krevatit sipas dëshirës tij, ndoshta sipas strategjisë tij ose për të krijuar atë që ka krijuar deri tani Kristi. Big Brother VIP ka filluar që të shtunën, pra sot jemi e hënë, akoma dhe nesër, është Prime i parë dhe Kristi deri tani kryeson si një ndër personazhet më të komentuar aty, i cili ka krijuar këtë situatën sipas strategjisë tij. Unë e quaj strategji ndarjen e krevateve që bëri ai. Ndoshta i ka bërë disa për inat, disa për lojë, disa për strategji, është strategjia e tij, është loja e tij. Tani, kur ndahen punët, patjetër që duhet të jenë të gjithë bashkë. Ndërsa në ana tjetër ka dhe një lloj këndvështrimi tjetër që e pe një punë që duhet bërë bëje dhe kaq kur jeni si një kope pa çoban, ose le të themi në një farë mënyre kur jeni pa lider. Okej, tani e pat një punë bëni, se secili aty do të tregoj pastërtinë e vet se sa i pastër është dhe sa i organizuar është. Pa pasur dinin ose pa pasur le të themi atë maninë e të parit kamrat. Gjithë secili do ta bëj një punë siç e shikon ose e pa azul syri ta bëj. Për sa i përket kësaj gjës tjetër, këta janë të gjithë, kanë qëmbrëm dhe që sot, qëmbrëm me rrengun që bëri Kristi dhe sot me pjesën e ndarjeve të punëve, Kristi ka krijuar atë personazhin e vet, është bërë një ndër më të komentuarit në shtëpi ku gjithë secili po kape, duke filluar nga Fishta, nga ky Miri, nga Moli, më fal se ma ka fiksuar Iliri me Moglin. Nga Moli, Namali, Sabina, kush ishte tjetër, shumë të tjera aty, po kapen gjithë me Kristin. Tani, nëse doni të shikojmë si loj Big Brotheri, po e ka bërë mirë, po bën mirë. Po vlla kundërshton, ky është kundër argumenti, edhe argumenti ky është kundër argumenti. Krijohet kjo polemika, këto replikat sjellin, faktorizon një person. Në këtë rast është faktorizuar Kristi. Këtyre le të vinë sa doj, se Prime që do hapet, jam unë i sigurt, mbas gjithë rrjedhës që kam parë, Prime që është për të hapur do të hapet diskutimet e Kristit, ndarja krevateve të Kristit, rrengu i Kristit, domethënë Kristi ka qenë produktiv, ka prodhuar situata për të diskutuar në Prime, falin se u ngatrova, se qëllimi i gjithë secilit ky është të bëj një situatë ku të komentohet në Prime, ose jo do të rri një opinionisti brendshëm aty brenda 4 mureve të Big Brother, të shtëpisë së Big Brother, të shtëpisë së vllait të madh. Kështu që për momentin tani këta janë të gjithë komentator, ai që e krijoi situatën është Kristi, tani këtu të vi nat, ndash të vi dash mos të vi. Kristi është ai që e krijoi situatën dhe kaq. Duhet dhënë, domethënë t'i japim Cezarit atë që meriton. Na pëlqen Kristi, antipatik ose ku di una i shpifur i mirë, dhëmt e tij, ku di më thash, kjo është gjë që hyn para gjykim, gjë që neve s'na intereson fare. Por nëse flasim në bazë të lojës, Kristi vlla ka krijuar situata. Kanë 2 ditë, kanë që të shtunën, që janë duke u marrë me Kristin, do të thotë që ai është duke u bërë personazh. Këta janë duke faktorizuar, këta janë duke ngritur se janë çuar një tuf. Mbas rrengut që bëri ai dhe mbas ndarjeve të krevateve që bëri ai dhe mbas kundërshtimit që ai po bën. Dhe me të drejtë, se normal kur ndahen punët e shtëpisë, duhet të jenë të gjithë aty, jo njëri ande njëri këtë vendosi njëri. Jo, aty në fakt un po shikoj në fshehtësi, në neshtje, po shikoj një konkurrencë të madhe që kush e kush të dalë një hap para për të quajtur lider. Por deri në këtë moment, lideri i situatës, le të themi në një farë mënyre, i diskutimeve, i dinamikës është Kristi. Kur ti pëlqej, mos i pëlqej. Anë tjetër na pëlqen, s'na pëlqen Kristi. Ciao.